Të ndërruar qytetarë të Skënderajt, veteran të luftës, të gjithë ju të pranishëm, e mirëpresim kryetarin e komunës së Skënderajt, generalin Sami Lushtaku. Pas një padrejtësie të gjatë, general Lushtaku, kryetari ynë i bashkohës së Skënderajt, pas një vendimit të gjykatës supreme, e cila e ka shpallur kryetarin Lushtaku të pafajshëm. Prorasim bashkë, UÇK, Sami Lushtaku. Zoti Lushtaku në mesin ton, kemi arsye për të festuar, sepse sot po dreqet një padrejtësie bërë ndaj tij. Zoti Lushtaku është në mesin ton, ish komandanti i UÇK-s. Bashkë UÇK, 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 UÇK. Kryetari do të dojtojnë gjithë ju të pranishëm, pasit përfundon festa me fyshën zjarre. Veç pak, njëra nëse vetë me rogë meshja të pak. Veç pak qanej.
Preferuar qytetar Skënderaj. Jo lutem veç pak ma për mbrapa, Në mesin jo lutem veç pak, shtyri kryetari i komunës së Skënderajt, shtyri veç pak ma generali për Sami mbrapa. Nushtaku. Të gjithë e kemi me fatërin këtë moment që triumfoj drejtësia edhe për generali Nushtaku edhe për kryetarin tonë. Kryetar, fjala për ju. Të nderuar qytetarët e Skënderajt, unë kërkoj falje që nuk po ta mundësi gjithë mi përshëndet dorën dorë, me gjithat, me shpirt, me zemër, jam gjithmonë pranë jush, duke ju falenderuar në vazhdimsi për besimin që na keni dhënë edhe mu, po edhe Partisë Demokratike të Kosovës. Unë ju falenderoj shumë, apo mas shumë të, kur keni besu atëherë kur kam qenë në burg. Ne keni dhënë votat 90% që për mu ka qenë përgjithësia më. Unë sot jam mesin tuaj, sepse ju keni besu që edhe unë, po edhe shokët e mi që i kam sot prapa grillave, jemi të pafajshëm. Unë konsideroj që UÇK-ja ka qenë një luftë e pastër dhe e pastër do të jetë gjithmonë. UÇK-ja për ne në Drenicë, po shpresoj edhe në Kosovë, vërtet është diçka e shejtë. Dhe ne do ta mbrojmë pavarësisht ku jemi, sepse është gjaku, është mundi, është sakrifica e gjithëve juve, e sidomos e juve në Drenicë, sepse nuk ka familje që nuk e ka dikon të vromë, apo dikon të zhdukur. Prandaj, kjo liri, për ne në Drenicë, po edhe në Kosovë, është e shejtë. Është e shejtë dhe në ka kushtu shumë shtrejt. Unë besoj shumë në ju, që ju do t'jeni shumë aktiv, jo vetëm këtu zgjedhje, po në gjitha zgjedhjet që janë në Kosovë. Mos lejoni që matrapaz dhe ata që nuk e kanë dhesht dhe nuk e kanë shkuar Kosovën sa duhet, që sot ta morin na ju ata juve në durë. Kërkojnë dhjetë sepse edhe emocionet e kanë vetë. Ne do të vazhdojmë punojnë për këtë qytet, ne vazhdojmë punojnë për Kosovën, ne vazhdojmë besojmë në drejtësi dhe une besoj shumë që edhe General Sylla, po edhe shokët e mi që sot janë prapa grillave, pa drejtësisht besoj shumë që drejtësia do të thotë fjalën sikur edhe për mu. Prandaj uroj që edhe ta sa më shpejt t'janë në mesin tonë. Edhe njëherë ju falenderoj nga zemra dhe une do ja kom bërsh për gjithmonë. Unë dhe miqtë e mi dhe ju gjithsesi do të punoni për venin sepse ky ven është i joni. Edhe njëherë falenderoj shumë për besimin, kërkoj folje që nuk ka mundësi që t'i përshëndes gjithë një nga një. Falenderoj shumë. Dhe a fjallën e vejshtë në Gucatit, i cili dëshirën t'i dhe 2-3 fjallë me rastin e lirimit të komandantit dhe kryetarit komunës. I si dhe fletë emën dhe shaqata dhe dala nga lufta. Pa dyshim që lufta ushtrisë qendrore e Kosovës ishte luftë e pastër dhe dinjitetshme. Nuk ka gjykat në botë që mund të njollos luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës. Nuk ka gjykat në botë që mund gjeneralet tonë t'i mbajnë në burgje. Lufta jonë dhe gjeneralet tonë ishin të pasur si loti. Dhe sot tregoj drejtësia, dhe sot tregoj që ishim të pavajshëm, dhe sot tregoj që generali Sami Nushtaku është i pavajshëm, dhe generali Sulejman Selimi është i pavajshëm. Ne presim shumë shpejt që t'jerohen nga burgi. Urime generali Sami Nushtaku, urime qytetarët e Drenicës, qytetarët e Kosovës.
Të ndëruar qytetarët pjesëmarrës, në emër të kryetarit, në emër të kryetarit të Shtoku, në emër të familjes të Shtoku, ju falenderoj gjithëve që keni marrë pjesë në këtë fest, në këtë pritje madhështore të lirimit të kryetarit të komunës zotit të Shtoku. Falenderoj gjithëve për pjesëmarrje, urime lirimi i kryetarit të Skënderajt, zotit Samir Shtoku.